Vita Productions prezanton edicionin e 3 të Ferma VIP. Mbrëmjen e së premtes u transmetua nata e 11 e spektaklit Ferma VIP 3 në ekranin e Vision Plus. Një natë që solli gjithçka, hyrje të reja, sfida të forta, përplasje të ashpra, nominime vendimtare dhe surpriza plot emocione. Më duhet t'ju lajmëroj që epoka e pislëkut në këtë shtëpi mbaroi! Që në nisje vëmendja u përqendrua tek roli i Sarës si kryefermere. Ndarja e punëve gjatë javës ka ndezur jo pak debate mes fermerëve. Tensionet u rritën edhe me situatën mes Adionit dhe Mozës pas një misioni të dhënë nga Agai për të prishur lojrat. Ndërhyrja fizike e Adionit shkaktoi reagime, por pas sqarimit në studio, Moza mohoi se ishte ndjerë e dhënuar, duke mbyllur kështu një moment delikat të mbrëmjes. Se po i trajton, sikur, një sekond, po i trajton, Moza, të lutem. Në vijim loja kaloi në një fazë vendimtare, pas shpalljes së fermerëve të preferuar nga publiku, Adionit, Fabiolës, Gresës, Indrit dhe Mozës, ndërsa Sara ishte imune si kryefermere. Kjo bëri që 9 fermerët e mbetur të kalonin në një sfidë ku vetëm 2 prej tyre i shpëtuan televotimit. Sfida e zhvilluar në kushte të vështira me balë dhe ujë kërkonte që fermerët të nxirrin topin jashtë nga kafazi. Pas një gare të fortë, Iliri dhe Malbora siguruan fitoren dhe shpëtimin, ndërsa Blerina, Dona, DJ Bujaka, Visi, Soni, Vanessa dhe Romiri kaluan në televotim, ku njëri prej tyre do të eliminohet ditën e hënë. Televotimin e konsideroj zyrtarisht të hapur. Mbrëmje solli edhe hyrje të reja në fermë. Henry Rufa ju bashkua garës duke shtuar konkurencën dhe pritshmëritë për javët në vijim. Konkurenti më i ri, Ferma VIP, Henry me mbrëma, mirë se erdhe. Emocionet kulmuan me festën e 37 vjetorit të Indrit. Pas mesnate, fermeri mori një mesazh prekës nga i biri, ndërsa pati edhe një takim me nënën e tij. Surprizës u bashkua edhe Vanessa, duke forcuar lidhjen e tyre brenda fermës. Ndërkohë shkeljet e rregullave nuk munguan. Fabiola dhe 6 fermerë të tjerë u ndëshkuan nga Agai, duke u dërguar tek fakiri, çka shtoi presionin dhe tensionin në lojë. Prajmi 11 u mbyll duke lënë pesull fatin e disa fermerëve në televotim deri mbrëmjen e së hënës, ndërsa gara po hyn në një fazë gjithnjë më të fortë. Ndaj mos u mbisni çdo zhvillim 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanale të dedikuara dhe në platformën YouTube. Kalofshi bukur, natën e mirë, bon weekend!